Diaspora votoi e para, por u numërua e fundit. Në Parkun Olimpik të Tiranës të shndërruar në një KZZ gjigante, qarku Elbasanit ishte ai që mbylli sagën e leximit të votës nga jashtë. Socialistët thelluan fitoren fal diasporës pasi shifrat tregojnë se në çdo 3 emigrant, 2 votuan për Partinë Socialiste, por demokratët nuk kanë humbur shpresat dhe po bëhen gati për betejën e gjatë ligjore me qëllim të rrëzimit të rezultatit. Partia Demokratike nuk ishe shumë interesuar për rezultatin sesa për alibin e humbjes. Edhe në vitin 1997, kur ishte president i Republikës dhe zgjedhjet i kishte humbur, deklaronte se zgjedhjet ishin vjetë. Pas 9 ditësh numërimi u mbyll, por cili ishte ndikimi i votës së diasporës e cila votoi për herë të parë? Emigrantët ishin përcaktues vetëm për mandatin e 9 të socialistëve në qarkun e Vlorës, ndërsa peshën më të madhe e kishin në garën brenda llojit të kandidatëve për një ulse në kuvend. Në Vlorë, Vasil Llajo ja doli të siguronte mandatin fal votave të diasporës, duke i ndërprer ëndrrën për të bërë deputet Klevis Kasos. Surprizë diaspora prodhoi edhe në qarkun e Lezhës, ku Admir Kadeli spostoi me një grusht votash Marieta Nelin. Fush beteja më e fortë e diasporës ishte në qarkun e Tiranës, ku vota e diasporës i ndërpreu rrugtimin parlamentar Blerina Gjulametit, e cila u mund nga Olta Xhaçka. Emigrantët ndihmuan edhe Ornaldo Rakipin të rinovonte kontratën me parlamentin, duke i mbyllur derën Xhemal Qefalis. Të njëjtin fat pati edhe Zeshinet Çaushi, deputete e arshme në kuvend, fal mbështetjes edhe në diasporë. Pesha e diasporës u pa edhe në radhët e kandidatëve të Partisë Demokratike, pasi në Kukës, Isuf Çela spostoi Shkëlqim Shehun, i cili ishte fitues me votimin brenda vendit, por diaspora përmbysi rezultatin.